për intervistë në herë tjetër, se sot kam thirrë për një arsye tjetër sa drejt. Para se faleminderit për të shumë punë vërtet, po ndinja emocionuar se kjo është shtëpi, është shpall monument historik apo? Po, monument historik. Edhe ka qenë president historik, arkitekt i pavarësisë së Republikës Kosovës. Unë është më e pakta që mund me bën për familjen Rugova, po në mënyrë shumë simbolike, këshia shoh ndonjë me një postmortem për zotrin Ibrahim Rugova, president. Për kontributin e tij të dhënë si president të Republikës së Kosovës dhe rolin e tij të veçantë si arkitekt i pavarësisë së Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit për ide. Kënaqësi për neve si familje me pranu këtë mirënjohje. Faleminderit shumë që na keni pritur. Jemi kështu të rregull që përcjellim juve. Sadre emisioni e juaj çdo diele, tash në RTK që është. Po. Edhe ju përgëzojmë edhe veç ju dëshirojmë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për mirënjohjen. Unë sot kom thirr se ka mysafiri juaj e sontëm, Faruk Nura, e ka ditëlindjen sot. Oh, shumë mirë. Edhe ajo është një njerëz që ka kontribuar shumë edhe te presidenti Rugova, se ka qenë aktivist jashtëzakonshëm i lidhjes demokratike të Kosovës, prej degës mbi tij, prej degës të forumit rinor në përgjithësi. Në jetën kohë ka qenë edhe pjesëtar i shërbimit sigurisë presidentit, që për kujdes për sigurinë e tij fizike, edhe të familjes tij. Po nikosisht Faruku vazhdon edhe ditëve të sotit me na nejt gati, mu kujdesi, me na përkron neve si familje. Prandaj kom pas shef, adin që sot si një person. Do të thon Faruku pas ka ditëlindjen. Po, e ka ditëlindjen sot, 43 vjet për mush. Edhe ai e ka kaluar një pjesë të mirë të jetës vet. Është rrit me presidentin Rugova. O rrit çtu, adin? O rrit në këtë shtëpi, presidenti Rugova ka dashur, e ka respektuar, edhe për shkak të asaj kom pas shef adin që sot masi është musafir te ju në emisionin e juaj, në pjesë të emisionit e kalojmë edhe këtu te na. Faleminderit shumë. Ftojmë Farukun po valla. Ftojmë Faruk Nurën në të vjen më na bashkangjit këtu sonte. O, mirë dita. Faruk, pas mori urime ditëlindja. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Faruk. Faleminderit së drejtë. Edhe urime ditëlindja këtu. Faleminderit shumë. Faruk, akoma ndër edhe ma privilegj se më festu ditëlindjen në shtëpinë e presidentit historik Ibrahim Rugova. Natyrisht se nuk ka faleminderit shumë Kukës, familjes, si sot është një surprizë e këndshme për mua. Faleminderit tyje për emisionin, për mua është nder dhe krenari, që mua sot më fton familja dhe ma bën një surprizë të tillë. Kudo që ta festoj, këtu është një vend i shenjtë, ne jemi rrit me këto politika, jemi rrit me presidentin edhe natyrisht ndihem shumë i emocionuar. Është ditëlindja e parë e llojit tillë të festës. Me siguri po nxjall emocion ajo zyrja poshtë ku ke qëndruar ti kur ka qenë presidenti Rugova Xhon. Natyrisht se po, ne kemi kalu momente shumë të mira dhe shumë të mëdha, kemi qenë pothuajse prezent zhvillimet më të rëndësishme politike që janë zhvilluar në vend, që i ka drejtuar presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, dhe unë si një punëtor i thjesht, sepse mediat dhe njerëz po flasin, po thojnë bashkëpunëtor të presidentit Rugova, bashkëpunëtorët e tij kanë qenë dijen kalibra të lartë, politik botëror, nga popa e presidenti Clinton. Unë kom pas fatin që kam qenë një punëtor dhe kam qenë prezent her pas here në momentet shumë historike dhe vendimtare që i ka drejtuar presidenti për themelimin e shtetit tonë. Dhe sot ndihem shumë krenar, i kam shërbyer me besnikëri, vazhdoj të shërbej tashtëtutje edhe familjes, ne kemi kontakte të vazhdueshme me fëmijët e presidentit Rugova, kjo lidhje na ka përcjell. Uroj që një ditë ta japin kontributin për shtetin edhe pjesëtarët e familjes presidentit, sepse është 2 djemë vajza, dhe unë mendoj që kjo na shërben neve, s'kam shka me thonë tjetër së drejtë. Si aktivist, Faruk thallë u kam marrë, ke qenë aktivist i dallum në lidhjen demokratike të Kosovës, po mënoj si pjesëtar i sigurimit të presidentit Rugova, ka qenë e vështirë atku, nuk ka qenë bashkë lehtë me rujt presidentin Rugova atku, Faruk? Po, ka qenë e vështirë, por ne, thëmë drejtë, nuk jemi frigu, sepse ne përsa erdhëm nga lufta, mund kujtohet në këtë salon, presidenti ishte shumë i dashur me neve ushtarët e UÇK-s, bili kishte një interesim veçantë për një ushtar që ta dërgojmë, nuk e harroj, në Itali, Gazmet Zeqirin, edhe ajo është i Vitinjes, në Itali i propozoj, se kishte
synin humb gjatë betejat. Dhe unë e përcjellë mesazhin sepse presidenti na respekton të shumë, posaçërisht neve të cilët kemi qenë pjesëtarë të luftës, sepse ai thonte që lufta është e drejtë dhe na du ta mbrojmë vendin tonë. Dhe natyrisht unë kam pas një privilegj pak ma të respekt, sepse presidenti Rugova ka qenë edhe bashkëpunëtor apo shok edhe me dojnë tem, profesor Isak Sheman, dhe mu gjithmonë ka përcjell fati që t'jam pak ma ofër, edhe tash të tutje vazhdojmë t'jemi bashkë me Ukën, me Mendimin, me Teutën,